Buqim në Bu CHI Bu CHI podcast. Përshëndetje Ilirian. Gëzohem që ja dole të më bashkohesh në të podcast të radhës. Kënaqësi. Si të shkon dita, sidomos tani në këtë periudhë? Përgjithsisht mirë, konsideruar periudhën dhe ngarkesën, duhet të themi që është mirë. Më bëhet qefi, ashtu duhet jetë. E kam menduar për para kohë pak bisedën dhe kam darë në disa pjesë të vogla që të mundohem unë me ato se si të mia të pyes në mënyrën më të thjeshtë ose në mënyrën më të bukur të mundshme. Dhe në fillim doja të fokusohesh një çik tek KQZ-ja. Ka një pjesë të madhe shumë të rinjve, për shembull si puna ime para 2-3 vitesh le të themi që e kishim dëgjuar shpesh herë në lajme, por nuk e dim shumë saktë se çfarë ishte funksioni. Nëse do mund të merrim një përkufizim të vogël. Po të ndjek. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është organi kryesor i cili institucioni kryesor publik i cili ka përgjegjësinë për organizimin dhe përgatitjen e të gjitha llojeve të zgjedhjeve në Shqipëri. Ne kemi zgjedhje për Kuvendin e Shqipërisë, pra për Parlamentin, kemi zgjedhje për organet e qeverisë vendore, pa për kryetarët e bashkisë dhe anëtarët e Këshillit Bashkiak. Kemi dhe referendume, të cilat për fat keq që për vitin 1998, nëse nuk gaboj, ku ka qenë i fundit, nuk ka patur në rast tjetër të cilat të jenë organizuar dhe KQZ t'i ketë administruar dhe t'i ketë përgatitur. Pra, është institucioni i cili merret me të gjitha llojet e zgjedhjeve në Shqipëri, i përgatit, i administron, i mbikëqyr çdo aspekt që lidhet me procesin zgjedhor, me regjistrimin e subjekteve zgjedhore, me regjistrimin e kandidatëve, me ndjekjen e fushatës zgjedhore të partive politike dhe të kandidatëve, me financimin, rregullat e financimit të partive politike, financimin e fushatave elektorale, e këto. Deri dje KQZ-ja ka qenë, deri në vitin 2008, nëse nuk gaboj, ku ndodhen ndryshimet kushtetuese, KQZ ka qenë institucion kushtetues, pra ishte parashikuar në kushtetut ekzistenca e këtij institucioni, ishte parashikuar në kushtetut se si ishte organizuar dhe si funksiononte institucioni KQZ. Pastaj u gjykua që si institucion të mos jetë pjesë e kushtetutës, por gjithsesi përsëri nuk e ka humbur atë rëndësinë e vet si institucion, edhe pse nuk është më pjesë e kushtetutës. Pastaj do bëson kjo gjendje tani, do të thënë që nuk është më pjesë e kushtetutës, tingëllon si një dobësim i institucionit. Vërtet është, unë kam qenë, nëse e keni dënim, kam qenë kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve prej 2001 deri në vitin 2006. Në atë kohë tre palë zgjedhje. Ishte parashikuar si institucion kushtetues dhe në fakt kishte të parashikuar kushtetuta mjaft garanci për atë institucion. Dhe të fakti që KQZ konsiderohet si institucion kushtetues, natyrisht jepte një peshë më të madhe, pasi për shkak për rolin, thuaj se të njëjtin rol që kishte atëherë ka dhe tani si institucion, por duke qenë institucion kushtetues, edhe anëtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kishin disa garanci më shumë, edhe pse sot pak a shumë i kanë ato garanci, por ndryshe kur je një institucion kushtetues dhe ndryshe kur je institucion i cili je organizuar dhe funksionon në bazë të një ligji, qoftë edhe një ligj i rëndësishëm, sikurse është kodi zgjedhor. E përmendë pak më parë që ke qenë kryetari i KQZ për vit 2 zgjedhje të Kuvendit Mahamedja dhe një përzgjedhje lokale apo jo? Të vitit 2003, domethënë 2001-2005
dhe lokale të 2003-shit. Normalisht ke edhe atë Celibashi Consulting, që ka hetur disa vite, nuk e di nëse është akoma në treg, besoj se po. Po është, ka ndryshuar emrin, ka qenë firma ligjore që unë krijova bashkë me vllajin tim, ose dhe ai është avokat, njëri prej 2 vëllezërve të tjerë të mi, edhe nuk është më Celibashi Consulting, është si no. Vazhdon ekziston, është vllai I cili administron e drejton edhe është pronar me të drejta të plota I kësaj firme ligjore. Bukur fort. Po përpara ke qenë edhe gjykatës, madje edhe kryetar gjykate. Atëherë po bëj një prezantim të shkurtër të CV-së time profesionale. Kam përfunduar studimet në vitin 1992 në Universitetin Shtetëror të Tiranës. Jam diplomuar si jurist. Kam filluar punë në korrik të vitin 1992 si gjyqtar I gjykatës rrethit gjyqësor Fier. Pastaj jam emëruar kryetar I gjykatës Ballshit, gjykatës Mallakastër. Kam vazhduar pastaj si gjyqtar po aty në të gjykatë deri në vitin pranë gjykatën e rrethit Mallakastër deri në vitin 1997. Në vitin 1997 jam emëruar gjyqtar në gjykatën e apelit Durrës. Në vitin 1998 jam emëruar zëvendës ministër I punëve të brendshme, kur ishte ministër I punëve të brendshme Petro Koçi. Kam qëndruar në detyrë vetëm 2 muaj, jam shkarkuar me ceremoni nga ish kryeministri Majko, me ceremoni me Fronza, ja asaj kohe, dhe ju riktheva përsëri detyrës së gjyqtarit të gjykatës apelit Durrës në janar të vitin 99, nëse nuk gaboj, dhe prej janarit të vitin 1999 deri në shkurt të vitit 2001 kam ushtruar detyrën e gjyqtarit të gjykatës apelit Durrës. Pastaj u hapën këto aplikime thirrje për antar të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, duke qenë se ishte kjo joshja për të punuar në një institucion kushtetues, sikurse ishte KQZ në atë kohë. Paraqita kandidaturën time, KQZ atëherë përbëhej nga 7 antar. 3 antarë zgjidhte Këshilli I Lartë I Drejtësisë, 2 zgjidhte presidenti dhe 2 të tjerë zgjidhte parlamenti. Unë e paraqita kërkesën në Këshillin E Lartë Të Drejtësisë dhe sipas ligjit të kohës do duhet të votonin gjithë gjyqtarët e Republikës për kandidaturat. U votova nga, nëse nuk gaboj, nga 238 gjyqtarë, vetëm 9 prej tyre votuan kundër nga ky numër, kundër kandidaturës time, para 200 e ca ishin pro, të cilët e paraqitën emrin tim para Këshillit të Lartë Drejtësisë si antar Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Dhe kështu emërova antari I KQZ-s, pastaj u emërova kryetari I KQZ-s menjëherë në bazë të votimit që zhvilloi vetë Komisioni Qendror I Zgjedhjeve dhe prej 2001 deri në 2006 kam qenë kryetari I Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Me përfundimin e këtij mandati, papa firmën time ligjore bashkë me vllajin tim jurist edhe ai, deri në vitin 2013. Në 2013 u josha nga ftesa e Partisë Socialiste dhe Edi Ramës për të angazhuar me politikë. U zgjodha deputet në qarkun e Fierit, u emërova edhe ministër për marrëdhënie me parlamentin në 2013. E pash që sikur s'isha shumë për atë punë, edhe dhash dorëheqjen vetëm 1 vit pasi e kisha marrë detyrën si ministër edhe si deputet u toroqa. Do kisha pak të ndalonim pak të kjo pjesë ato me thënë, sepse të themi të drejtën është shumë e rrallë që figurat të fillojnë të futen në politikë dhe të dalin me dëshirën e tyre nga politika. Edhe në qoftë se mundesh doja të dija pak më shumë background, më thënë, që pse ka ardhur ky vendim. Shiko, realisht ishte zgjedhje e imponuar, po jo në kuptimin negativ të fjalës, nga ambienti politik
o unë nuk isha gati për atë, ose nuk ishte gati ambienti për të pritur një si puna ime. Kështu që në të dyja rastet, duke qenë se ishte kjo kontradikt, u tregova i sinqert me veten, por edhe me të tjerët që kisha asnjë arsye, asnjë motivim për të vazhduar dhe për të qëndruar, kur e shikoja veten të padobishëm aty në atë ambient, ose ndoshta edhe ambienti më shikonte mua si të panevojshëm për të më patur pjesë të vetëm. E vërteta është që nuk ishte një vendim shumë i lehtë, dhe shumë çuditëshim, miqë, shok, kur thoya që shoh, me sa shoh nuk do të jetë i gjatë ky rrugëtimi në politikë. Kështu që ja u kisha bërë paraprakisht me dije që edhe mund të dorishte. Dhe ndodhi në momentin që përfundoi sesioni parlamentar, e vizitova edhe me kryeministrin që shikoja shumë arsye për t'u larguar dhe për mos vazhduar në karrierën politike. Kjo ishte. Kisha nevojë të kisha një tabelë atje, ky është ministër edhe bilesh. Këtë e tha dhe vetë Rama thënë. Po pata gjithë mirë kuptimin e tij. Dhe për vërtetë se kam patur raportin shumë të mirë me atë, ai si kryeministër dhe unë si ministër, edhe nuk është se për të qenë të sinqert në fund shumë mendoni që po ai ka normal se do kesh pasur me vetë, kam thënë ka pas zero probleme me të, po jo, tingëllon shumë gjë bukur. Nuk e gënjen dot. Vetëm kur e shikon që si për atë punë më mirë ik. Në të gjitha këto rrugëtimin tënd, domethënë cili ka qenë profesioni më i mirë, ose le të ndajmë domethënë ai që të ka pëlqyer më shumë dhe ai që do doje ti rikthehesh përsëri. Nuk të jenë edhe i njëjti. Të punuarit si gjyqtar më ka dhënë satisfaksionin më të madh profesional, veçanërisht kur kam qenë gjyqtar i gjykatës apelit. Dhe e kam shijuar atë nga pikpamja profesionale, ka qenë një ndër periudhat e mia profesionale më të mira, ose të cilën unë e kam gëzuar atë si moment, por nuk dua t'i rikthehem atij profesioni. Natyrisht edhe puna si kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve më ka dhënë nga pikpamja profesionale satisfaksion. Më ka ndihmuar që të rritem profesionalisht edhe të ta zgjeroj pak atë portofolin e aftësive të mia profesionale. Më kanë nxjerrë në pa edhe disa tej modestisë, edhe disa aftësi të mia administruese dhe menaxheriale dhe më kanë ndihmuar me të drejtën. Por gjithsesi të punuarit si gjyqtar më ka dhënë goxha satisfaksion. Ishte një punë vërtet e bukur edhe besoj se jo po e kam bërë tamam punën e gjyqtarit. Shpresoj, edhe unë shpresoj. Ideja është pse do ketë mjaftu shumë persona, domethënë që janë gjykuar dhe do i kenë mbetur të kënaqur, por këtë nuk besoj se ka dyshim. Gjysmat me siguri ata që kanë fituar, gjysmat ndoshta jo. Normalisht. Edhe ajo gjysma tjetër nëse ka qenë vendimi i duhur, thellë njeriu e kupton dhe vetë që ajo është gjë e duhur për të bërë, kështu që. Po besoj që po, se vitet më pas kanë treguar që e kam konfirmuar pikërisht që tha aty që ka ekzistuar në një masë të madhe ndërgjegjësimi për atë vendimarrje, vetëm në ato raste ku dikush ka qenë pa kënaqur me atë vendim, por e kam parë që në fundit ai vendim ka qenë thjesht dhe vetëm shprehje e bindjes time të brendshme në raport me ligjin. Normal. Ajo është puna e gjyqtarit, është e thënë shumë bukur, domethënë është goxha koncize. Të kalojmë pak tek pavarësisht se ti je gjyqtar, është le të themi jo vetëm që nuk është pak, por madje shumë, se
pothuajse në gjithë perëndimin konsiderohet si ai ka shoqërisë, po nga që ne jemi dhe afër zgjedhjeve, kisha qejf të përqendrohesh një më shumë tek pjesa e Komisionit Qendror Zgjedhor. Dhe kisha disa pyetje domethënë si para se gjatë zgjedhjeve, si pyetje administrative, nëse mund t'i kalonim së bashku edhe një gjë që unë e kam shumë për zemër, po shumë fare për zemër, sepse kam dhe arsye direkte, por edhe nga miqtë e mi. Pse akoma nuk e votojnë emigrantët? Ta disa për zemër e kam unë realisht këtë, edhe ka dashur që ta mundësonim edhe në zgjedhjet qoftë edhe pjesërisht edhe në zgjedhjet e shkuara të 2021-shit, zgjedhjet për kuvendit, por nuk ja dolën dot për fat të keq. Deri dje nuk ka qenë e mundur sepse ka munguar baza ligjore për ta mundësuar votimin e diasporës të themi. Sot ekziston pak a shumë baza ligjore, edhe pse duhet të konsiderojmë vendimin e fundit të gjykatës kushtetuese, e cila na thotë që ka nevojë të përmirësohet dhe të plotësohet kodi zgjedhor, me qëllim që të mundësohet votimi nga jashtë. Dhe sipas vendimit të gjykatës kushtetuese, do duhet që Parlamenti i Shqipërisë brenda këtij viti të bëjë plotësimet e kodit zgjedhor me ato dispozita të cilat mendohet që do t'i japin mundësi votuese nga jashtë të votojnë. Është sfida ime profesionale, personale, që për zgjedhjet e vitit 2025 të mundësohet votimi nga jashtë. Me thënë të presim, mos ta humbim shpresën akoma. Jo, shpresa nuk do humbur, realisht te shakas, por jam tërësisht i ndërgjegjshëm që kjo gjë duhet të bërë. Ne kemi nevojë shumë për këtë. Unë vetë jam i bindur, të tjerë mund mendojnë ndryshe, por vetë jam i bindur që kjo duhet të ndodhi. Pse thelbësorja është domethënë që pavarësisht ashtu tani për fajt të njëri, për fajt të tjetrit, se lojra politike bëhen që gjithkohës, po jemi një pjesë jashtëzakonisht shumë e madhe të rinj dhe të vjetër që punojmë jashtë, domethënë normalisht të ardhura sillen. Pak shumë, hajde ta diskutojmë, po përderisa diçka hyn, përderisa ja akoma seda shqiptar, domethënë, do ishte mirë që të kishte edhe një farë fuqie vendimarrëse. Bile më ha mendja, edhe zgjedhja do ishte zgjedhja që do bënin në saktë emigrantët do kishte një pikpamje tjetër, sepse siç akuzohet tutje siç votojnë njerëzit, pavarësisht se vota është personale, emigrantët e kanë jetën të pavarur si nga njëra anë e partisë, si nga ana tjetër. Kështu që ma mendja se do ishte një adicion jashtëzakonisht shumë i shëndetshëm për zgjedhjet përgjithësi, edhe për gjithë sistemin. Po teksa që është më rëndësishme, kjo është shumë e rëndësishme, në fakt kjo është parësore, por është komplet respektimi i një të drejtë themelore të tyre, sepse ata janë shtetat shqiptare. Emigracioni në Shqipëri nuk bëj fjalë për një emigracion që ka 100 vjet edhe të themi se nuk ka ndonjë lidhje kush e di se çfarë me vendin, me atë. Por është emigracion shumë i ri, është 30 vjet emigracion që është fare i ri dhe është nëse e natyrshme që ata të vazhdojnë të kenë impakt në jetën politike të vendit dhe të vendosin se kush do të jetë udhëheci politik dhe drejtuesi dhe administruesit e këtij vendi. Pa diskutim. Unë jam i bindur për këtë gjë, që kështu duhet të jetë dhe kështu duhet të funksionojë. Unë shpresoj domethënë që të ndodhi sa më parë, sepse unë mundohem të jem në mënyrën time, domethënë i paanshëm, po në të njëjtën kohë dhe pak aktiv politikisht, diskutojmë tema që na shqetësojnë gjithëve, sidomos ne që jemi pak më të rinj se të tjerët, sepse me thënë drejtën, pavarësisht se ka një pjesë shumë të madhe të rinjve të shkolluar, pa shkolluar pak rëndësi ka, por që punojnë, kanë bërë shkolla e tjerë jashtë, por e vërteta është që nëse mundësitë do përmirësoheshin jo në të njëjtin nivel si shtetet europiane, po thjesht të ngriheshim nga aty ku jemi, një pjesë shumë e madhe do rikthehej përsëri. Edhe do fillonte të xhironte prapë vendi nga e para dhe mendja se secili mund bëj diçka për sa i përket kësaj teme. Dhe meqenëse jam plotësisht dakord.
Dhe te kjo pjesë unë jam dhe fan si sistemi zgjedhjor që ka Shqipëria. Domethënë ne diskutojmë shpesh me shokës. Më falësh për gjuhën sepse nuk e kam gjuhën as që shkencore ose politike. Jo, po më fare, është okay. Ideja që Shqipëria të votoj si një etni jo e ndarë në qarqe, neve na duket shumë atraktive. Na duket më përfaqësuese, duket sikur e hap garën edhe listat e hapura etj. Mendon se do ishte vërtet diçka që do ishte në benefitin e shoqërisë, në benefitin e shtetit? Zgjedhja e sistemit është gjithmonë një çështje shumë politike dhe është iluzion nëse mendojmë që do gjejmë një sistem i cili që do kënaqë gjithë. Do zgjidhet një sistem që kënaq ato që kanë të zgjidhë sistemin, asnjë diskutohet. Kjo është një gjë që do jo vetëm në Shqipëri, në këtë standard demokracie që ne kemi, por ndodh kudo në botë. Ti jeton jashtë dhe para shumë ndjek edhe jetën politike aty ku jeton, apo dhe rreth e përqafë dhe e shikon që kur vjen puna e diskutimit të sistemit politik është një debat i cili përfundon me një zgjedhje që ka mbështetjen e atij që ka shumicën për të vendosur. Askush nuk do ta humbi rastin që të zgjedhë një sistem zgjedhor që i krijon atij avantazh dhe të marrë konsiderat interesat e kundërshtarit politik. Po në perëndim kjo është më elegante dhe është brenda normave kur trajtohet. Po në rregull, le të themi në mënyrë vulgare, le ta themi. E them unë, më thënë, skip se e thua ti. Të paktën kanë pak takt. Domethënë, paktën duket sikur ka një lloj fasade që mban pak, se duket sikur ajo fasada jon nuk mban fare ndonjëherë. Të paktën e kanë ndjenjën më të fortë që vërtet po bën diçka. E kupton? Plus janë edhe shtete të mëdha. Gjermania ku jam unë për shembull çdo gjë është federale, bëhen shumë zgjedhje deri te Komisioni Evropian etj. Domethënë e ke atë ndjenjën më të mirë, kurse meqense Shqipëria është aq e vogël sa është, domethënë në territor, por fatkeqësisht ditët e fundit edhe në popullsi, duket në fakt ky lloj sistemi si rruga e duhur. Jo, unë nuk jam për këtë sistem, nuk e kam thënë publikisht dhe nuk hezitoj që ta rikonfirmoj mos pëlqimin tim të themi për këtë sistem. Personalisht do të parapëlqeja një sistem majoritar ku të votoj direkt për individin. Sistemi zgjedhor që kemi patur në 2001 dhe 2005, për mendimin tim ishte një sistem i mirë. Ne zgjidhim 100 deputet direkt, duke votuar direkt për ata, dhe kishim 40 deputet të cilët zgjidheshin nga lista proporcionale. Çfarë bënte kjo? Kjo bënte që nga një anë ti votoje për individin, sistemi majoritar gjithmonë krijon mundësi për të patur dhe një qeverisje të fortë, sepse shpeshherë ty të duhet kesh një qeverisje të fortë, një qeverisje të dobët ku secili eminon performancën e qeverisë për interesa politike, nëse ke një qeveri me një koalicion të gjerë. Por nga ana tjetër garantonte edhe pluralizmin, sepse partitë e vogla të cilat nuk kishin mundësi të merrnin mandate drejt për së drejti në votimin në zonat njëemërore, kishin mundësi që të përfitonin nga këto 40 mandatet kompensuese. Dhe nëse të kujtohet, nuk e di, Parlamenti vitit 2001 dhe Parlamenti vitit 2005 ishin më pluralist në përbërje. Por nga ana tjetër kemi patur të qeveri të forta, të cilat nuk ishin pre presionit të partive të tjera që kur janë në koalicion, tregojnë më shumë interes për aspektin, për interesin e tyre politik, se sa për mbarvajtjen e punëve të qeverisë. Për mua do ishte një sistem i mirë. Për ndryshe, parapëlqej të jetë një sistem. Gjermania në fakt këtë sistemi ka. Sistemin që kemi aplikuar ne në vitin 2001. Në rang federal këtë sistem ka. Edhe ne kemi adaptuar pikërisht me disa modifikime në atë kohë sistemin gjerman të zgjedhjeve.
Por thash, për ndryshe, mua do të më pëlqente sistemi pastër magjoritar. Në aspektin e përqimit teorik pa e lidhur me momentin e me vendin. Ndoshta në situatën ku ne jemi, ndoshta ky sistemi proporcional kombëtar mund të kishte më shumë dobi. Në kuptim të një dhënës një mundësie të përfaqësimit edhe të partive të reja, të cilat në këtë ambientë politik përgjithsisht janë shumë të vështirë që të lindin dhe akoma më të vështirë që të rriten. Sepse ekziston dominimi i dy partive të mëdha. Edhe kjo është ajo që shumë të rinj, le ta themi, se do të bëj edhe një pyetje më vonë për të rinj, por shumë të rinj të paktën në rrethet që ne diskutojmë edhe në organizata të ndryshme këtu në Berlin kanë në mendje dhe janë partitë e vogla dhe kandidatët e pavarur. Çfarë më ka bërë edhe mua përshtypje është që partitë e vogla nuk kanë numërues në zgjedhje, ose po më saktë në zgjedhjet e fundit nuk kanë numërues, por kanë vetëm vëzhgues. Çfarë i pengon këto partitë vogla që mos të kenë numërues atje? Po, shiko, është vështirë që edhe nuk do bënte shumë sens për të vërtetës, sipas pikpamjes time që çdo parti që merr pjesë në zgjedhje të ketë numëruesit e vet, do ishte një kaos i madh. Nëse kemi probleme me numëruesit, nuk është kjo mënyra për ta zgjidhur problematikën e numëruesve, duke shtuar numrin. Pra çdo kush prej garuesve të ketë rojen e vet në procesin e numërimit të fletëve të votimit. Edhe pse e them me bindje, edhe nuk e them vetëm unë, person dhe ata që mund të kenë kritika për procesin zgjedhor të fundit, që procesi i numërimit tashmë në Shqipëri është aq transparent, aq i monitoruar sa nuk ndodh asgjë sikur se ndodhen përpara që votën e Ilirianit, Amerikës Leone apo dikush tjetër. Nuk ndodh më. Procesi është mbikëqyrur me kamera, janë vëzhgues të partive politike, janë vëzhgues të kandidatëve, shumë i hapur dhe shumë transparent, ka prani të mediave. Kështu që nuk është se ka ndonjë problem realisht gjatë procesit numërimit të votimit. Jo, edhe unë nuk e kisha pjesën që ha probleme, domethënë se nëse një individ, një politikan për arsye politike del thotë jo vot, jo humor, jo u numërua keq, ajo është tjetër gjë. Unë po flas në që të shmangen këto zgjedhjet e fundit, as këta nuk e kanë thënë në këto zgjedhjet e fundit. Edhe ata që i humbën zgjedhjet. Normalisht. Akoma për gjëra të tjera plot. Ideja është që në qoftë se normalisht ti je më brenda dhe ke parasysh shumë herë më qartë, domethënë, po duket sikur nëse këto partitë e vogla do kishin një numërues, do mendoje sikur po të kishin këtë do mungonte ajo pjesa që vjen nga pas, që kanë pretendime që nuk kanë ndodhur mirë ose mungesë transparence, domethënë se po ti vëmë rënë të gjithë që flasin në përgjithësi flasin. Nuk është mjaftueshëm transparente. Po se çfarë do të thotë për njeriu e thjesht, nuk është mjaftueshëm transparente, hajde gjeje. Domethënë, unë mendoj që thjesht një lloj ideje se si mund të shmangin këto aludime që pasojnë çdo votim, se ne kemi sëmundje shumë të keqe këtu në Shqipëri që është pothuajse unë nuk e mbaj mend herën në fundin që ka ndodhur një që, okay, fituam ose humbëm. Pik. Faleminderit. Ka ndodhur vetëm në 2005-ën kur i humbi Partia Socialiste dhe nano zgjedhjet, natyrisht duke qenë në pushtet do ishte qesharake që të mos pranonte rezultatin e zgjedhjes sepse ishin parti në pushtet, por e pranoi humbjen edhe 2013 kur Berisha iku nga pushteti. Pranoi. Dhe në fakt, për fat keq, këto janë dy rastet. Por nuk do t'i ndihmonte për të kthyer tek pyetja. Nuk besoj se do t'i ndihmonte në argumenta partitë e vogla pasja e numëruesve gjatë procesit. Sepse në fundit edhe kritika e tyre, por edhe të tjerëve që nuk kanë patur rezultat të mirë në zgjedhje, sidomos në zgjedhjet e fundit, nuk ka qenë lidhur me procesin e numërimit, ka qenë lidhur me procesin para ditës së votimit. Qeveria bleu votat apo
subjektet caktuara i blen votat, diku me para, diku me presion etj. Do të thënë, ata thonë që çfarë është në kutinë e votimit, tashmë nuk ka asnjë problemi, del qartë për dritë të diellit, po se si ky vullnet është futur aty në kutinë e votimit, ne thonë ata kemi konsiderata negative, sepse vullneti i qytetarëve është deformuar, ai ka bler votën, ai vërtet e ka hedhur votën për X parti, po kjo votë është e bler një ditë përpara me lekë apo me diçka tjetër. Sa është indeksi? Sa vota blien me 1%, me një hamendësi? Se vota blien këto, vota blien edhe këtu, vota blien edhe në Amerikë, blien këto. Po, patjetër, po. Nuk di të them se sa impakton ky procesi i shitblerjes në forma të ndryshme të votës në rezultatin e zgjedhjeve. Nëse dëgjon një palë, thotë që këtu të gjitha votat blien. Një pjesë tjetër thotë që blihet shumica dërmuese, një pjesë tjetër thotë jo, është rast sporadik, është fenomen sporadik, po është pak e vështirë. Dhe nuk kemi një mekanizëm për ta matur këtë. Ja, nuk pyesësh një parti politike. Të pyesësh një parti politike për këtë mendoj se është e kotë, sepse varet nga pala politike do marrësh gjithmonë një përgjigje tjetër. Por duke në grupin tonë që ne diskutojmë që ato më thënë për sa i përket blerjes së votës, nga ana se si funksionon që personit ose viktimës i premtohen gjëra ose i jepen pagesa etj. Por në fakt unë mendoja sepse nuk e di ose nuk më merret vesh se kë votoi ai vërtet, më ka përmendur një mikesha ime që flatet sepse unë një kuriozitet nuk kam votuar asnjëherë në jetën time. Edhe kam breng sepse unë kam ikur 18 vjeç nga Shqipëria në 2014 dhe atëherë sa ishim bërë zgjedhje. Dhe fletët e atë votimit ka një numër serial, domethënë, dhe mikesha po aludonte që ky numër serial mund të përndiqet mbrapsht, domethënë, kujt i është dhënë fleta në fillim dhe të gjehet pasaj votoi për atë që u pagua apo etj. Pyetja është më thjesht, domethënë, si garantohet kjo fshehtësia e votës? Të themi një gjë, që bërë të tjere, që më duke që di që pas ka dalë dhe këtu kjo që është serial të fletës votimit. Po dëgjohesh pak ulët, më fal. A më dëgjon tani? Po, tani po. Po thoja që jo, më vjen mirë që e solle në vëmendje këtë si shqetësim, sepse në fakt është pak e çuditshme se si është amplifikuar ky si shqetësim, sepse probabiliteti që fleta e votimit të trekohet është 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ai është një do ishte kaq naive sa ne do të vendosim numrin serial kështu ditën për diell, edhe me qëllimin që nëpërmjet këtij numri serial të trekonin votën, se kush votoi, se si votoi etj. Është e pamundur edhe në aspektin teorik dhe në aspektin praktik që kjo të realizohet. Ai nuk ka, fleta votimi nuk ka numër serial, ai ka një QR kod ose një barcode i cili është për të identifikuar që kjo fletë votimi nesër pas nesër sa mund të gjenë në fletë votimi në një kuti votimi të prodhuar ilegalisht. Po ky barcode i cili është fshehtë dhe ky QR kodi garanton që kjo është një fletë votimi e prodhuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Nesër pas nesër. Pra, nëse do duhet që ne të verifikojmë nëse këto fletë votimi në një kuti votimi janë ato që kemi prodhuar ne, apo janë fletë votimi të cilat janë prodhuar diku dhe janë futur në atë kutinë e votimit. Ky është qëllimi i vetëm i vendosjes së atij barkodi, i cili nuk është i lexueshëm nga askush dhe nuk është i trekueshëm nga askush. Komisioni i qendrës votimit, kur të jep fletën e votimit, nuk di ta lexojë atë QR kodin, edhe nëse do të ketë një scan reader, një QR code reader apo një barcode reader, nuk di, është i palidhur me linkun. Sepse bëra mirë që e bëra këtë pyetje, se më ka ardhur pyetje e kemi diskutuar dje vonë
vonë në darkë, Po nuk qëndron, është më vjen keq ta them, jo në kuptimin negativ, po është fare naive ta mendosh, domethënë që shiko, ne po vendosim një QR kod atje, numri serial nuk ekziston fare. Ka qenë me një numër serial më përpara dhe pikërisht për këtë arsye kemi hequr numrin serial, se shpesh ndodhte që fleta e votimit të këputej nga bloku bashkë me numrin serial, edhe pse numri serial nuk ishte i lidhur me fletën e votimit, por qëllonte shpesh që ata e këpusin nga bloku bashkë me numrin serial. Pikërisht për të evituar këtë, ne kemi vendosur një QR kod ose një barkod, i cili natyrisht që ti nuk e kupton dot se çfarë numri ka fletë e votimit. Mi, po e kuptove dhe ato, pastaj halal e ke. Jo, domethënë nëse me fyrin tënd ti bën skanimin e QR kodit, po edhe nëse e skanon me fyrin tënd në trurin tënd të arrin ta lexosh atë, ta perceptosh atë, linku në backend nuk të çon as gjikundi. Ajo është pa sens. Megjithatë, është pyetje, mua më duket se është pyetje e mirë. Mendojmë që jo, ishte pyetje shumë mirë, se kemi pasur goxha debat për këtë gjë më përpara. Edhe u thoja, po si ka mundësi që për një gjë kaq të thjeshtë, ne që do ta manipulojmë e treguar kaq budallënç sa kemi zgjidhur në këtë mënyrë këtë. Sa ta kuptoni dhe ju naivët, ju thoja këtë gjë. Por ne edhe për këto zgjedhje po mendojmë që atë QR kodin dhe barkodin, edhe pse probabiliteti që nëpërmjet tij të identifikohet numri i fletës votimit është sikurse thash 0, ta vendosin në pjesë pasme të fletës votimit, sepse dikush tha, ok, mirë, po ju keni vendosur kamerën në qendrën e votimit, kjo është gjë shumë mirë, po nëpërmjet kamerës në qendrën e votimit, ai e merr, pastaj e gjen dhe e çonte një haker, e lexon ai hakeri atë QR kodin etj. Ideja është nëse do i futej ndonjëherë aty ndonjë qoftë edhe parti politike aty halli, domethënë që të shifte votoj ai atë apo jo. Jo, po pyetje të tilla domethënë janë ta identifikuar këtë gjë. Pikërisht. Edhe një nga këto ai komisioneri atje, kush erdhi Liliani këtu, fletës së votimit, Liliani si pa dashje mund t'i bëjë një shenjë që është unike, që ti nuk e kupton, se kur me fletën e votimit nuk e ke vëmendjen shumë. Dhe është mënyra më e mirë dhe më klasike dhe më e sigurt, edhe e thot, po, mbani vesh, kur numëroni fletë e votimit, nëse ka një shenjë, një pikë të qoshja këtu, kjo është fletë e votimit i Lirianit. Dhe nuk ka nevojë ta komplikoj me QR kodën dhe me... Po. Edhe më përpara ka ndodhur dhe kjo, për është vërtetës. Po ideja është domethënë se janë dy, janë disa, ajo kërkon një lloj organizimi dhe nga ana e tyre. Mos ta thelloj më shumë, një problem tjetër për shembull, që prapë duke diskutuar në grup, ka ndodhur në zgjedhje të mëparshme, për shembull që në ditën e votimit, në atë ditë kur votohet, janë individ tip vëzhguesit që rinë aty rreth e qark në godinë e tjerë që nuk janë as në regjistrat e administratës, nuk janë as vëzhgues partive politike, nuk janë as komisioner. Domethënë thjesht mundohen që të bëjmë presion individit, ose unë vetë personalisht nuk kuptoj drejt për drejt se cili është qëllimi atyre, por më ha mendja që është një lloj presioni ose një lloj kontrolli për të cënuar votën e lirë dhe të fshehtë. Normalisht kjo është gjë që takon policisë. Domethënë kjo është shumë më së e qartë. Domethënë pyetja është që ka ndonjë lloj mundësie KQZ-ja domethënë që të merret me këtë lloj individ? Po, kjo është e vërtet ka ndodhur, biles edhe në zgjedhjet e fundit ne kemi pasur raportime për fat keq të rasteve të tilla ku individ që se ka lidhur asgjë me atë qendër votimi, se janë as votues as qendër votimi, nuk janë as administrat zgjedhore, rrinë në ambientet e shkollës, për korridoret e shkollës, dhe ka ekzistuar si fenomen, ndoshta ja kaq masiv, por sigurisht për një rast të tillë, edhe një rast të vetëm tjetër, prapë është shqetësuese dhe problematike. Ne jemi duke përgatitur një akt të posaçëm pikërisht për këtë gjë, sipas të cilit, se besoj punë ditësh do ta nxjerrim këtë aktin, sipas të cilit ne do ndalojmë që në ambientet e shkollave ku votohet, në korridore, të qëndrojnë njerëz që bëjnë xhiro dhe shëtisin. Mbaroj votimin, procesin e votimit qytetari X apo Y do duhet të dalë, s'ka pse rri aty.
aty ka votues që presin për të votuar dhe komisioner dhe vëzhgues, jo të tjerë. Dhe nëse do të ndodhin ndryshe, do të autorizojnë komisionerët e qendrës së votimit për t'i larguar të mbështetur dhe nga policia nëse duhet. Dhe natyrisht që do duhet të vënë në dieni dhe të njoftojnë Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për këto raste. Është vërtet një problematik shqetësuese dhe edhe nëse ata qëndrojnë aty thjesht dhe vetëm si vëzhgues, prap nuk krijojnë një situatë të mirë. Jo, përderisa nuk duhet të jenë aty, nuk kanë pse jenë. Tregohet duket sikur ka një lloj intimidimi dhe kështu që më mirë mbaruan punë, votuan, të ikin në shtëpi. E kuptoj. Dhe adresojmë këtë realisht sepse është shumë e shëmtuar në fakt. Në disa raste të shqetësime kemi marrë dhe nga vëzhgues ndërkombëtar dhe nga ambasador në zgjedhjet e kaluara dhe ne kemi ndërhyrë kur na është bërë me dije. Unë di 2 raste kur ne vetë si KQZ jemi marrë me këtë çështje, një rast të Durrës ose nuk gaboj dhe një rast në Kamës. Me kuptoj. Po nuk ka pas 2 apo 3 raste, ka pasur më shumë të fat keq. Me që folën për vëzhgues nga jashtë, sot që ne po regjistrojmë, të pasur një ke pritur përfaqësues të OSB Odir. Në faqen e Odir, po. Po, ishin në faqen e Twitterit për të parë. Janë zgjedhjet e thën cop, zgjedhjet e sakta, zgjedhjet që janë të pranuara nga palët, zgjedhjet që janë të ndershme ose që të perceptohen si të ndershme. Janë këto vërtet një kusht që na kanë vënë europianët ne domethënë për të futur këmbët atje. Po, diku dhe dikur direkt, diku dhe dikur jo direkt, por standardi i zgjedhjeve lidhet direkt me avancimin e procesit të integrimit. Nuk mund të na pranojnë ne në Europë nëse ne bëjmë zgjedhje të këqija. Nuk po them zgjedhje të manipuluara. Por do duhet i bëjmë zgjedhje të mira me standarde. Natyrisht zgjedhjet mund të kenë probleme, por shumë e rëndësishme që në fundit të jetë i padiskutueshëm legitimiteti i atij që i ka fituar ato zgjedhje. Dhe nëse nuk e arrim këtë, natyrisht që kjo ka reperkusione. Europa nuk të pranon nëse ti bën zgjedhje të jo sipas standardit që Europa i kërkon. Është një proces pastaj që implikon edhe vullnetin e partive politike, rolin e institucioneve, por në finale duhet që vlerësimi për zgjedhjet të jetë që po ky proces zgjedhor prodhon një rezultat i cili është rezultat i shprehjes së lirë të vullnetit të qytetarëve. Në qoftë se ndodh që partitë nuk për çfarë lloj arsye tyre nuk i pranojnë zgjedhjet. Duan të kundërshtojnë, domethënë. Cila është mënyra e saktë ligjore për të kundërshtuar një rezultat zgjedhjesh? Domethënë. Përveç kakofonisë nëpër media, përveç sharje, ofendime, aludime, akuza kote më kot. Cila është rruga ligjore që vërtet një parti e vogël, një individ mund të ndjekë që të kundërshtojë rezultatin e zgjedhjeve? Vetëm nëpërmjet institucioneve. Duhet të heqin dorë, edhe këtë them me bine në fakt, jo për faktin se janë tani në përfaqësues të institucionit, por nëse do të isha një drejtues i një partie politike dhe nëse do t'i humbisja zgjedhjet, të themi në një lloj mënyre të pamerituar, ka vetëm një mënyrë që ta adresoj atë ankesën time, vetëm nëpërmjet institucioneve. Ndryshe është endles kjo historia që dil, kundërshtoj, apo unë pastaj nuk njoh institucionin, apo ky institucion është i shitur, që mund të jetë edhe kështu, ose ka pas raste kur ka qenë dhe kështu, por ka vetëm një mënyrë, të ndjekim rrugën institucionale. Dhe nëse institucioni i cili adreson ankesën tënde nuk e adreson në mënyrë të impartial, kur i thonë të paanshme dhe profesionale, okay, atëherë do përmirësojmë institucionin herës tjetër, do përmirësojmë mekanizmat garantues të gjykimit të ndershëm të ankesave, por me gazeta, me rrugë, me këto nuk patjetër që ato do duhet të bëhen, por është shumë e rëndësishme që ne ta respektojmë institucionin.
Se ndryshe nuk do të dalim dot nga kjo kultura. Nëse unë jam parti, jam dhe institucion, që për fat keq në Shqipëri kështu ka ndodhur për 30 vitesh, edhe me sa duket. Është problematike me çdo institucion kjo, nuk është se është vetëm në këtë temë, domethënë ne ashtu sillemi edhe me policët, ashtu sillemi me mjekët, ashtu sillemi me duhet të ndryshoj. Do të jem vërtet do ndihem mirë nëse do të shoh një parti politike thotë që shiko, po, ne i humbëm zgjedhjet, e adresuam çështjen nëpërmjet institucioneve, mendojmë që kemi humbur në mënyrë të pamerituar sepse pushteti bëri këtë dhe vërtet mund të ndodhi kështu, por do ta pranojmë rezultatin. Do ishte si ke vështirë në natyrën tonë, po e kam vetëm kështu mund të ndryshoj shoqëria, e kam dhe një pyetje për këtë më vonë, por para se të kalojmë te shoqëria është tek folëm për zgjedhjet, folëm për ankimet që mund të bëhen nëpër institucione apo mund të kalojë çështjen nëpër mbase edhe nëpër gjykata. Ideja është KQZ ndër të tjera bën kontrolle. Po kush e kontrollon këtë kontrollues, domethënë? Kjo nuk është as unë nuk e di domethënë. Është pyetje domethënë si kontrollohet KQZ-ja si institucion vet. Vendimet e KQZ-s i kontrollon gjykata. Ti për çdo vendimarrje të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, të komisionerit, shkon në KAS, nga KAS-i shkon në gjykatë. Pra ka një proces kontrolli të vendimarrjes. Ndërkohë dhe Kuvendi e kontrollon KQZ-n, sepse ti çdo vit ke detyrimin për të raportuar mbi veprimtarinë vjetore të institucionit të KQZ-s. Dhe Kuvendi nëpërmjet rekomandimeve të ndryshme përcjell, domethënë nëpërmjet vlerësimeve të ndryshme që i bën veprimtarisë të KQZ-s, përcjell dhe rekomandime për institucionin e KQZ-s. E kontrollon edhe nëpërmjet procesit ligjbërës. Kuvendi pasi mund të ndryshojë aspekte të caktuara të ligjit, të cilat kanë treguar që institucioni nuk ka funksionuar mirë. Po ka kontroll. Domethënë, si çdo gjë në fund përfundon në gjykatë. E kuptoj. Pastaj në gjykatë ka instanca më të larta e gjykatës, nuk e di ku mund të përfundojë në Strasburg, nëse e përfundon atje. Kemi pak të realitetit, domethënë. Një gjë që më ka shqetësuar mua është një pjesë shumë e madhe e trimit, për shembull, nuk kanë as dëshirë të votojnë. Nuk kanë dëshirë të votojnë, normalisht janë të deprimuar, janë të skandalizuar, nuk kanë qejf, nuk i besojnë me udhëheqjes, domethënë. A shihet kjo vërtet në numrat gjatë zgjedhjeve që të rinjt nuk votojnë? Apo është thjesht një perceptim që e kam unë apo tjetri? Nuk është se ne kemi ca shifra, tash nuk më kujtohet eksaktësisht, po nuk është se ka një pjesëmarrje signifikative të të rinjve, domos të rinj fra 18 vjeçar, 20 deri 22, 24 vjeç. Nuk është një numër signifikativ. Përgjithsisht votojnë më shumë mosha 44, 60 vjeç. Dhe ne kemi fakt disa të dhëna, sepse ky sistem i identifikimit elektronik tani na krijon mundësi që të kemi të dhëna më kapilare në lidhje me kategoritë e votuesve që marrin pjesë, por është fakt që nuk ka pjesëmarrje signifikative të moshave të reja. Edhe pse duhet ta them këtë, realisht është kështu që ne si KQZ kemi goxha fokus në programet tona të edukimit dhe të informimit, moshat e reja, votuesit për herë të parë, apo dhe kategoritë të caktuara vulnerable. Është e vështirë për ti tërhequr në proces votimi thjesht dhe vetëm me thirrje ndërgjegjësuese të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Nëse ata shikojnë një realitet të tillë politik dhe social që nuk është inkurajues, ti mund bësh normalisht nuk diskutohet, nuk është faj KQZ-s ajo. Thjesht tani, domethënë, dalim pak nga korniza e KQZ-s, jemi më shumë Bleoni dhe Iliriani duke diskutuar, domethënë se e përmendëm dhe pak më përpara që ne kështu sillemi me gjithë institucionet, si me KQZ-n, si me gjykatën, si me mjekun, si me policin, që policin e shajmë, pastaj themi pse polici nuk ka fuqi, edhe pse polici nuk bën punë. Jemi jetojmë në një paradoks si gjithkohës. Jemi gati ne? A jemi gati ne për demokraci, domethënë? Jemi gati për të liberalizëm? A ja kuptojmë ne vërtet domethënë se çfarë është votosh, çfarë rëndësie ka vota?
Që nuk ka bëj Churchill ka thënë që nëse vota do të ishin gjë në rëndësi nuk do t'ja lini popullit. Gjithmonë Churchill. Po ne duke qenë qenien njerëzore pra me ndërgjegje, me arsyetim, natyrisht mendoj që e kemi të drejtën në pikpamje natyrore për të votuar dhe për të vendosur se kush do duhet na zgjedhë na udhëheqë. Edhe në botën e kafshëve pranohet Luani si mbret. Ai pranohet për shkak të fuqisë që ka. Por në botën e njerëzve po ekziston ndërgjegja dhe arsyetimi, do duhet ta kemi të drejtën për të vendosur dhe për të zgjedhur se kush do duhet të jenë udhëheqësit tanë. Thënë këtë, që përgjigja pyetjes që në mënyrë natyrore jemi gjithmonë të gatshëm për një sistem demokracie. Se di, unë ndonjëherë jam goxha i luhatur, domethënë ndonjëherë vërtet edhe diktatura e proletariatit, demokraci ishte në një lloj mënyre. Jo, edhe Republika Demokratike Gjermane kishte emrin këtu, po që ishte çdo gjë përveç se demokratike. Po. Jo, unë bëj të pyetje. E bëj të pyetje Lilian se ndonjëherë vërtet e kam atë ndjesinë që thjesht ne nuk jemi gati. Kur shikon një masë të madhe, domethënë që vazhdojnë kanë ngritur këto kultet moderne të individit në rrjetet sociale, në Facebook, TikTok, Instagram, po bëj edhe podcast, më hyn edhe mua në industrinë time kohët e fundit. Çuditem ndonjëherë, domethënë se sa persona janë të gatshëm të ndjekin një figurë që ata me të tyre në rregull e kanë se i duket figurë për të ndjekur, por edhe në rrjetet më private, edhe në gjërat më private që janë sa më të mbyllura të mundshme, domethënë je i gatshëm të hapesh vetë me veten që ti bësh shefin dikujt që drejt ti jemi real, domethënë as nuk ka pasur asnjëherë se kush je ti. As nuk i intereson fare, domethënë se mund të jenë 1000 veta, 10.000 veta, aty intereson vetëm numri, nuk intereson fare individi. Edhe kjo më bën mua që ta humb shpresën, domethënë, sikur duket sikur nuk kemi gati. Sepse kjo nuk ndodh shumë këtu në Gjermani për shembull. Nuk del njëri të thojë Merkel apo Scholz apo tjetri. Nuk ka kështu, nuk funksionon këtu. Po kam përshtypjen që kjo nuk lidhen me demokracinë. Kam përshtypjen që është thjesht dhe vetëm një çoroditje e momentit, e cila me kalimin e kohës do të krijojë atë do ketë atë momentin e vet ku do t'i vi fundit. Jemi një shoqëri akoma jo shumë mirë e rregulluar dhe konsoliduar nga pikpamja e vlerave, por është çështje kohe, do të kalojë për mendimin tim. Është kështu, por është çështje momenti. Po kjo nuk mendoj nuk mund na bëj të mendojmë që nuk jemi gati për të ushtruar demokracinë. Them se lidhet me nivelin shoqëror, standardin kulturor të momentit. Unë bëj pyetje në atë mënyrë për të vetëm fakt, sepse mua më duket që kur i ndjekin disa lidera, më duket si ndjekin për arsye të gabuara. Sepse nëse do kishte disa vepra, domethënë që shifeshin me sy, ishin të prekshme, ishin të ndjeshme mbi të gjitha, do ishte në rregull, sepse ti po adhuron, edhe pse është shumë gabuar të adhurosh tjetër gjë përveç Zotit, po gjithsesi diçka që vërtet të ka sjellë një përmirësim jetën tënde. Po në të njëjtën kohë kur ky adhurim një online ndodh, janë të njëjtët persona që po nesër në kafe do ankohen, domethënë që këtu nuk rrihet edhe do ikim. Siç kanë bërë shumë të tjerë.
Edhe unë prandaj lidhe me demokracinë, domethënë ose me liberalizmin që mund të kenë personat në mendje, sepse nëse ti nuk e ke aftësinë për të dalluar si duhet të veprosh me kë në çfarë kohe dhe në çfarë lloj mënyre, është e vështirë pastaj të kesh aftësinë të ushtrosh demokracinë. Sepse prandaj dalin dhe këto gjitha gjatë gjithë kohës që nuk pranojnë zgjedhje, që akuzojnë palën tjetër. Një pyetje që e bën çdo individ i thjesht, që nuk është i përfshirë, inxhinier, zdrukthar, fermer etj. Kur akuzojnë palët njëra tjetrën, si nuk nxjerrin një provë, domethënë që ta bëj që të duket qartë, që të jetë copë, domethënë që të mbyllet ajo thjesht, se sy kanë gjithë, do e shohin. Është gjithë koha, domethënë, njëra anë tjetrën, edhe në fund zihet populli. E normalisht kur zihet populli, fiton politika. Kur zihet politika, fiton populli. Jo, kështu është, por nuk ka zgjidhje tjetër. Do vazhdojmë, do të ecim në këtë rrugë. Nuk kemi një mënyrë se si ta zgjidhim. Është proces, duhet të marrë kohën e vet me sa duket. Do kaloj ky momenti i çorëditjes. Jemi duke jetuar këtë si kohë, si moment, por do duhet të presim, jo në kuptimin që të rrim, por do duhet të kaloj ky moment dhe gjithë secili prej atyre që mendon që duhet të japin kontribut për ta ndryshuar, për ta çuar nga ajo kaja që duhet shkojë, do duhet ta bëj këtë. Kështu janë zhvilluar dhe shoqëritë në perëndim. I kanë patur dhe ato momentet e tyre të normalisht kanë pasur momente të papjekurist. Kanë pasur momente dhe më të errta akoma se sa kemi pas ne, por patjetër. Dikujt nga këto kombe që sot konsiderojnë kombe të civilizuara, por çfarë kanë bërë në kombe të tjera, ndoshta do duhet i vinte turp në mënyrë. Ne fundin nuk kemi bërë ndonjë gjë tek të tretët të tjerë që do duhet na vi turp. Ne kemi me veten tonë të keqen. Ajo ne jemi shumë të zënë me njëri tjetrin. Nuk para na del koha. Ja bëjmë gjë më shumë mirë njëri tjetrit. Ideja do ishte mirë sikur edhe këto të tjerë, domethënë të vinë shqiptarë që të paktën t'ia bënin gjë më natyre, mos të na vinë në brenda. Unë dakord jam, më mirë kështu. Ilian, ti më mirë ashtu. Nga pikpamja jote personale, jo si drejtues të institucioni, por si Ilian vet. Cilat janë 3 problemet më të mëdha në Shqipëri? Politike, sociale, financiare e praktike. Në perceptimin tënd si qytetar normal i Shqipërisë. Cilat janë 3 problemet më të thella ose më kritik për momentin? Duket si slogan, por nuk është slogan në fakt. Fundimi i ligjit. Ne kemi pak respekt për ligjin. Domethënë, thuajse të gjithë. Ne nuk e kuptojmë. Flasim fundimin e ligjit, rule of law, edhe nuk e kemi të qartë çfarë do të thonë. Kemi në një lloj kështu ideje, po kur vjen puna vërtet do të pyesësh dikë do të thënë të respektosh ligjin, mund ta thot me fjalë, po në konsciencën e vet nuk e ka të zhvilluar atë. Ja marrim rastin ja shpjegojmë. Ka mund të marrë një rast të fundit, nuk e kam për justifikim. Vendosën mori vendim korrupsion gjendore për të mos regjistruar Partinë Demokratike. Për të marrë një rast të lidhur se sa familjari më fal, më duket se kur vë dorë nga njëra anë aty nuk vjen mirë zëri. Nuk e di. Po tani? Tani po. Okej. Marrim rastin e fundit. Po marr një rast nga eksperienca ime profesionale, si komisioner shtetëror për zgjedhje. Mos regjistrimi e Partisë Demokratike në zgjedhje. Nuk e di se sa familjarje për këtë. Po. Në një interpretim strikt dhe literat të ligjit, ai vendimi që mora unë si komisioner ishte plotësisht në përputhje me ligjin. Ligji thotë që duhet të kesh këtë dokument. Nëse nuk e ke këtë dokument, nuk regjistrohet, sepse këtë thot ligji. Që një parti të regjistrohet duhet të ketë dokumentin A, B, C dhe D. Dokumenti D duhet të jetë me këtë përmbajtje dhe me këtë formë. Do të thotë që nëse nuk e ke, një nga kushtet kumulative nuk ekziston, nuk regjistrohesh. Ata që ishin kundër atij vendimi, më së pari vetë
profesorësit e PD-s zyrtare të themi, filluan. Jo po fryma e ligjit, jo po kjo, jo po... Dhe nuk tha njëri, okay, në rregull, ti e ke parë kështu, po ne shikojmë ndryshe. Po jo, thanë që ti nuk mund të lësh partinë më të madhe të opozitës pa regjistruar. Po mund të rritë partia më e madhe e opozitës pa regjistruar nëse nuk respekton ligjin. Ku e ka këtë privilegj partia më e madhe e opozitës? Ligji nuk e thon nëse partia e madhe të regjistrohet. Me individi më të thjeshtë, nëse ne i marrim erdhin individit më të thjeshtë, kur vjen puna për respektimin e ligjit, pse nuk le t'ja marrim erdhin partisë më të madhe të opozitës? Apo dhe qeverisë? Partisë që është në qeveri. Po pak merreshin atë se sa lishme apo pa lishme ishte. Dhe më vërtet më ka tronditur kjo gjë në një lloj mënyre, jo sa më tronditur. Kam parë dhe më keq në një lloj mënyre, por nga një pjesë opinioniste apo e komentatorëve që thoshin, po mirë, si mundet tash kjo është partia më e madhe e opozitës, si mund të cënosh pluralizmin politik? Nëse ligji thotë që duhet bërë kështu, e ka vendosur ligjvënësi dhe ka parashikuar ligjvënësi se çfarë pasojash janë të mira apo të këqija, nëse në respektim të ligjit ti nuk e regjistron partinë më të madhe të opozitës. Dhe shikoja lehtësinë më të madhe që thoshin, po mirë, ligji ashtu e ka, po tash ti mundet ta lësh partinë. Ai është fiks problemi në Shqipëri, ai është fiks problemi që ne kemi në çdo lloj institucioni. Nga më i vogël tek më i madhi në instanca të tilla është se po hamna burr harte, kupton. Po dhe familjarë të mi thoshin, po ai kisha regjistruar më punë e madhe ligji aty, nuk mundet ta bëj këtë. Është sinqerisht, Lore nuk ka nevojë ta shfaqësh atë skrupulozitetin tënd si gjyqtar, atje duhet të veprosh çike si politikan, domethënë. Po ishte dominant ky argument. Nuk se kanë vërë sepse më duk thjesht teknike ishte jo, është më thënë është e qartë, pra që ke mungesë dokumentacioni, nuk kuptoj. Por kur vjen nga Gjermania, kështu duket, po kur je këtu Okej, një problem. Dy probleme të tjera. Kjo është kryesorja. Të tjerat pasaj, çfarë do të them, të tjerat janë garnityrë, edhe pse nuk janë garnityrë e biftekut që demonstrova. Por të tjerat thash janë pasojë, po. Në kuptimin e pasojës ngelet korrupsioni. Korrupsioni është vërtet problematik në Shqipëri. Dhe papunësia ose në përgjithësi trajtimi i të punësuarve është në Shqipëri është për mendimin tim gati mizerabël. Okej, ka dalë kryeministri tash edhe thotë që do të ndryshojë struktura e pagave. Nëse vërtet kjo do ndodhi, vërtet do të jetë një përmirësim goxha signifikativ, sepse sot paga që merr një punonjës i administratës publike, por edhe jo vetëm, edhe në privat është skandaloze. Është tamam bëjmë sikur e paguajmë shërbëtorin e shtetit. Ka disa sektorë që janë përmirësuar në kuptim të standardit pagesës, por prapë është problematike situata. Po këta edhe shumë të lidhura me njëra tjetrën, të njëjtat gjëra nuk ndodhin vetëm në shtet, por edhe në privat. Domethënë më punon në fasoneri, në operati. Edhe përveç se rrogat janë le të themi qesharake ose drejt qesharakes, është vizible shumë e dukshme mungesa e kushteve. Në qoftë se rroga është ulët apo ku të qenë, ato lloj HDP e kemi. Jam shumë i bindur që një ekonomist i mirë mund ta gjejë 101 arsye. Po unë nuk gjej një arsye pse instancat shtetërore nuk kontrollojnë kushtet në punë. Ku mund të jenë 200-300 gra.
Në një nga sallat të madhe, pa ngrohje, pa dyer, pa dritare, ndonjëherë pikon dhe ujë, dhe të njëjtat gra prodhojnë veshje të brendshme, xhinsa, e po flasin për marka Dolce Gabbana, Guess, Versace, më thet thash, domethënë. Këta person ta trajtohen, domethënë, nuk e di, një gjerman edhe papagallin edhe qenin që kanë shtëpi e trajton më mirë, domethënë. Pa më kërkoj ndjes kush mund të ofendohet nga kjo, po është e vërteta e hidhur. E kuptoj, shumë qartë e kuptoj që mund ta gjesh gjithmonë një rrugdalje, jo pse nuk rriten rrogat, jo tregu i lirë, jo po nuk do të rrisim rrogat me ligj etj. Edhe unë jam goxha i djathtë nga për sa i përket ekonomisë. Unë kam qef shumë shtetit të futi hund në rregullimin e pagave, por për sa i përket kushteve në punë, aty jam goxha i majt, domethënë sepse duhet që të ruhet standardi dhe jo vetëm në shtet, por edhe në privat. E ka shkolla për shembull që kanë fëmijë të ftohtë, mësuesit nuk i bëjnë dot mësim, nuk janë mjaftueshëm shkumsa etj. Pse mos të korruptohet ai? Domethënë se si doja dalje ai lloj individi që mos të korruptohet, që mos të marrë fëmijët në kurs, një infermier që mos të marrë një lek. Si doja dalë nga ata se kur ata mezi e shtyn muajin me qiraqen edhe në unazën e jashtme, domethënë jashtë unazës së Tiranës, me çmime që përshkojnë për shtëpia nga 300 euro në Tiranë. Kush do t'i paguaj? Ose më saktë, si do t'i paguaj? Kjo e kushteve punës është problem. Është problem. Ka një pjesë të vogël të punëtorëve që punojnë në kushte jo të mira. Duket që ka filluar ka një interes për të ndryshuar diçka, po jemi vërtet problematikë. Se mos kjo që aty kjo e kushteve të mësimdhënies vazhdon të ngjelet problematike. Ndoshta Tirana ka një lloj përmirësimi deri diku me këto shkollat e reja të cilat po bën me standarde, por jashtë Tiranës vërtet është vërtet. Edhe kushtet e spitaleve. Janë të gjitha të lidhura me njëra tjetrën, kushtet e spitaleve, kushtet e godinave të policisë, kushtet e zjarfikteve që janë në ekzistencë, ambulancat në përfshatra, qindra fshatra, domethënë sidomos në zonën e Beratit, me që unë e njoh shumë që nuk kanë asnjë, as infermier nuk kanë. Ishte para ca kohësh ka bërë xhiro në përjetë, për shembull, që ja bënte veterineri ato gjilpërat, shocat që kishin, nuk e di, hallet e tyre që ka njerëzia, domethënë edhe dolçja bënte veterineri kur vinte. Po është fatkeqësi. Këton është turp për secilin, se nuk po them e bëri ai se ai ka pushtetin apo e bëri ky tjetri se ai kishte lënga përpara. Të gjithë bashkë, ajo është turp për cilin do nga ata, si pozit si opozit. Në vërtet është. I qam hallet e njerëzve të rritiku. Më shumë për momentin, domethënë nuk mund të bëj, ose unë të paktën e shikoj për momentin jam duke dhënë aq sa mundem. Edhe nuk është pak kjo që bën, sigurisht gjithë secili bëj nga kaq pak, mbase gjërat do ishin ndryshe. Faleminderit. Është kompliment goxha i mirë, domethënë unë shpresoj që nuk i vë më faj, të thënë drejtën, nuk i vë më faj asnjë individi që është nga mosha 45 edhe sipër ose 50 e sipër, nuk i vë më faj sepse kanë jetuar mjaftueshëm edhe veset e vjetra vdesin ngadalë, domethënë, kështu që nuk më amendja se ai lloj mentaliteti mund të ndryshojë më, kështu që unë duar të fokusohen tek moshatarët e mi ose pak më të rinj, pak më të mëdhenj, po këto dy breza le të themi, edhe të mundohemi të flasim. Ideja ime gjithmonë ka qenë do të jetë nëse dëgjon një, nëse mund t'i jap njërit, është fitore. Jo. Vërtet është. Vlen. Do kishte një mesazh mbyllës ose sensibilizimi për sa i përket zgjedhjeve të ardhshme për njerëzit edhe sidomos për të rinjt.
Qiko, ne kemi slogani i këtyre zgjedhjeve tona është voto të dëgjohesh. Edhe mesazh më të mirë se slogani i këtyre zgjedhjeve nuk mund të jap. Në çdo rast do duhet të votosh në gjykimin dhe në vlerësimin tim. Nëse do që të dëgjohesh dhe nëse do që të jesh pjesë e zgjidhjes së problemit. Dhe nëse këtë e bëjnë në shumicë të rinj, është akoma dhe më mirë, akoma. Kështu që inkurajoj fort të mos të rinj që të marrin pjesë në zgjedhje dhe të votojnë, edhe pse ndoshta ata mendojnë që nuk besoj se do ndryshojnë një gjë. Jo, ka shumë mundësi të ndryshojnë gjërat. Dhe kur të flasim për votimin nga jashtë, shpresoj që ti jesh një ndër ata që të nxisësh dhe të promovosh dhe të inkurajosh ata që jetojnë jashtë vendit për të votuar. Unë kam qenë jam edhe do të jem bile brenga ime më e madhe është që unë nuk e kisha në plan të vija në Shqipëri, por fatkeqësisht datat e pushimit nga puna janë direkt pas datës së votimit dhe është prap nuk e di, është një ndjenjë goxha e keqe, domethënë mua më vret goxha fakti që nuk kam votuar asnjëherë dhe asnjëherë edhe nuk e dola, mbas vitin tjetër nuk e di. Por besoj 2025 do të votosh aty ku je, besoj. Kam shumë besim. Shpresoj, ajo do ishte domethënë ndodhia më perfekte. Më besoj, jam një pjesë jashtëzakonisht shumë e madhe. Vetëm Berlinin, ka arritur edhe Berlinin në një pikë sa nuk ka një ditë mos të dëgjosh në tren apo në autobus. Në atë pikë kemi vajtur domethënë. Aq numër. Kur kam ardhur unë nuk gjeje, nëse nuk vjen në lokale ose restorante që punojnë shqiptar. Kurse tashmë i dëgjon nëpër trena. Kështu që jemi vërtet një masë shumë e madhe që kemi shpresë, kemi sy të andej, kemi familjarë të andej, kemi njerëz të dashur etj. Kështu që edhe ne mezi e presim që na jepet ajo mundësia që me shumë pak mundime dhe me planifikime kolosale të vim edhe të votojmë. Shumë mirë. Kështu. Unë vetë personalisht pastaj e kaloj edhe më tutje, domethënë nuk e kam për turp ta lëshoj gojën ndonjëherë. Unë kam persona që janë vërtet që një shembull që si jenë Berat, nuk e ç'a bën, atë ditë të diele që do bëhet votimi, je në kafe. Për mendimin tim një njeri i tillë që i ka të gjitha variablat e hapura për të votuar, nuk ka drejt më të ankohet. Më vonë. Nëse nuk voton, sepse nuk beson se do ndryshohet gjëja, ti e ke një mjet në dorë. Kur ti se përdor shpatën, nuk thua pse më vrau. E kemi gjetur shumë mirë atë sloganin, voto të dëgjohesh. Do të dëgjohesh, voto. Nëse të voton, kot mos bëj zhurmë kot pastaj. Si ja vlen, e ke mjetin domethënë, vota është e predikuar në të gjithë perëndimin, me sa duket deri në një farë pike, vend perfekt nuk ka asnjë utopi, po të paktën funksionon bile shumë herë më mirë se sa funksionon në Shqipëri, kështu që pse mos ta përdorim dhe ne? Ç'a na mungon? Nëse ne vërtet mendojmë se jemi lirë pellazge, jemi të zgjuar më të mirët e botës, ja ta provojmë dhe duke votuar që jemi më të mirët e botës. Tamam. Kështu. Ilirian, unë falenderoj që ishte me mua. Ishte jashtëzakonisht kënaqësi që të kisha këtu. U kënaqa vërtet shumë, domethënë. Edhe është angazhimi i parë në një podcast. Prandaj është nderi im i drejt për drejt, domethënë që arritëm ta planifikoni sepse unë vërtet nuk e prisja, me thënë të drejtën. E kupton që më ka ardhur goxha si surprizë dhe jam ndier shumë mirë. Edhe i gjithë grupi me të cilët unë e ndava si lajm, domethënë u gëzuam të gjithë, kështu që është vërtet diçka e bukur edhe pse këto gjëra për shembull për një individ si ty duken sikur janë normale të përditshme.
domethënë ose gjëra që duhet i digjë secili. Është e çuditshme se sa njerëz kanë në fakt që nuk i dinë, e kupton? Ose që edhe ato pyetje naive për shembull. Naive janë zakonisht, domethënë edhe hallet e njerëzve, edhe hallet e mira. Unë kam të halle idiote për shembull që për një person tjetër e duken po u i refti. Po që siç e përmendëm më parë që të japim një shembull vetë. Ideja është që s'të pëlqen diçka bëje vetë. Edhe unë po mundohem të bëj vetë, po mundohem të debatoj vetë në një mënyrë pak më ndryshme me persona me profile ndryshme. Unë ndaj bëri përshtypje ajo, tash nuk kujtohet se këm ndjek aty në Twitter, e pasha, okay, kur hyra para disa ditësh, thash, okay, gjë shumë e mirë interesante. Shpresoj që mos e prish Terezin, thash. Jo, ne domethënë ka ndodhur e herë të tjera me disa figura të tjera, por zakonisht janë figura televizive, gazetarë ose drejtor gjëra, domethënë edhe tek tu një deputet, po jo në historinë time unë s'kam qenë ndonjëherë kur kanë hyrë deputet, po atë ditë vërtet domethënë na bëri goxha përshtypje, se vërtet ajo Twitter Space domethënë është arena e demokracisë. Ai si sheshi fshatit. Është interesante. Si sheshi fshatit që dalin të gjithë edhe mund të thoj gjithë secili çfarë ka për të thënë. Unë kam shumë shpresë te ajo si teknologji, domethënë që mund të ajo është një lloj hapësire për shembull që edhe të fundrat e politikës e kanë shumë të vështirë të futen. Kanë shumë të vështirë të futen sepse sado hapësira të krijohen ata, ne kemi qenë të parët ose para meje të tjerë, domethënë edhe nëse ata hyjnë edhe ngrejnë nivelin siç duan të bëjnë tani me podcastet, ne që kemi qenë përpara do e kemi me dashje pa dashje do e kemi një status më të mirë, kështu që Po, dhe shpresoj që t'jetë kështu në fakt. Unë besoj se ashtu do jetë, sepse këto partitë politike ose qeveritë bëjnë një gabim kur futen dhe atje ku nuk duhet futen, me synimin se do e kontrollojnë, por e nënvlerësojnë ato. Domethënë dhe japin atyre personave, mua apo të tjerëve, japin dhe vëmendje shumë herë më shumë se sa unë do kisha me një hap normal vit pas viti, thjesht e marr për një kohë shumë të shkurtër dhe kjo duket kemi komunitet rreth mirë që bëjmë podcast dhe ka folur me individë të ndryshëm edhe numrat e downloadit, numrat e shikimit edhe sa kërkohet tash podcast që nga lajmet e të dyja palëve që do bënin podcast është ngritur shumë. Unë e vër edhe vetë, domethënë e vër edhe në ndjeksat në Instagram e të tjerë. Kështu që ata mendojnë se do dominojnë gjithçka, ne si popull themi jo, sepse është një standard, domethënë. Plusi njerëzit janë të lodhur. Show si Big Brother, politikë dhe çfarë janë këto portokalli, më fal. E shprehin në mënyrë të drejtë për drejtë, pavarësisht se nuk janë fans as pak i atyre lloj formati televiziv, por ato tregojnë që njerëzit janë thjesht shumë të lodhur nga këto politikë. Edhe me që janë të lodhur nuk do futen të dëgjojnë podcast, të dëgjojnë prapë të njëjtin person që ka vite që i thotë të njëjtat gjëra apo tjetri se edhe unë deri në një farë pike bëj pjesë në të njëjtit grup shoqërie që me këto që shohim tash i vështirë është, po në momente ku nuk shef asnjë ndryshim mes palëve, më mirë është shtysh për të keqë më të vogël ose për rotacion apo varet nga bidja personale. Edhe unë i them gjithë secilit edhe uroj që të votojnë sa më shumë njerëz, të votojnë sa më shumë të rinj. Të votosh është akoma më e thjeshtë se të ulesh në kafe dhe thosh të ikim se nuk rrihet. Gjë më e thjeshtë. Edhe mund të kthehet në një kështu benefit. Ndoshta për një vot që ka munguar, mund mos bëhet ai ndryshimi që ti do. Gur bëhet kalaja. Një vot këtu, një vot atje, nuk i diet asnjë. Right. Unë të falenderoj Lilian. Kënaqësi, kalosh këndshëm. Do të dëgjojmë herën tjetër. Do kisha shumë dëshirë sidomos pasi të kaloni këtë vrrullin e punës. Edhe një herë unë të falenderoj që e more kohën, domethënë edhe në këtë periudhë. Por që do të dëgjojmë edhe herën tjetër. Mirupafshim. Ciao. Mirupafshim.